Mungesa e pavarësisë të televizionit publik shqiptar ka qenë çështja më e debatuar në Komisionin e Medias gjatë shqyrtimit të raportit vjetor të TVSH-s. Kryetarja e komisionit Valentina Leskaj ka deklaruar se televizioni publik është në ditën e tij më të keqe pasi ka shkelur ligjen në lidhje me misionin e informimit të publikut. Sipas Leskajt, në TVSH opozita ka 10 deri në 15 herë kohë më pak, por ndryshe nga opozita, anëtarët e mazhorancës kanë shmangur komente mbi pavarësinë e këtij institucioni duke vlerësuar programacionin e TVSH-s. Raporti i fundit i KKRT-s, që është i muajit shkurt, por të gjitha raportet, edhe për mbledhjet vjetore, e nxjerrin RTS-n, do të thoshja jo zbuluar, por në një situatë shumë të rëndë. Mesatarja vjetore dhe vitit kaluar varion 11 deri në 15 herë më pak kohë televizive të opozitës në raport me majorancën. Koha është njëra e anë dhe ju e dini. Problemi më i madh është cilësia e lajmit. Ka do thot lajmet shpesh pejorative ose tendencioze për edhe me komente kur del kryetari i opozitës apo një përfaqësues i opozitës dhe lajmet pozitive për majorancën. Kam vetëm një falënderim të madh për punën e tyre në programacion, për pasurimin e programit dhe këtë nuk e tha asnjë nga ju. Të paktën thoni falënderit, mos u merrni, mos e fshihni suksesin vetëm ke çështjet teknike. Balanca politike dhe pavarësia e televizionit publik mbetet çështja më e debatuar në kuvend sa herë që shqyrtohet raporti vjetor i këtij institucioni.